Aja ku atëherë kom qyre, s'kom me ka pas, po lezet ka pas. Thash as lezet, as pës, as siq. Ajo laj tukën, se këna lo batal tash krejt, batal janë tukat. Krejt, 4 vllazër lëna, 4 këna punua. Kur I keni marrë rroga, që keni bu me to? Vallaj babë që këna dërzu krejt. E sot e vëllojnë trit babës? Ju, vallaj, kërkun eq. Pas qështë kom? Mirë. Me shnet? Si gjalleria? Për zoti. Falë, Ta shnetën. Më tregon, shukon aja kuha atëherë. Vallaj, Ty në herë që thojnë. aja ku atëherë kom qyre, s'kom me ka pas, po lezet ka pas. Thash as lezet, as pës, as siq. Pse tash s'po ashtë që ky lezeti? Çdo të mira që në atë kohë. Pse s'po janë sot? Qyre atëherë u kohuta. Mosafirë. Knashti u kom, s'kom me ka pas bëll, po knashti. Tash të lat një atjerë, po knashti së kuqë. Shukon dashnia e familjarëve në mërëdhejtën atë kohë kalzon. Familjes, miqësisë, shokëve, krejt vallaj. E sot a ka si dashnie që e dojnë si familjarin, si mikin, si krejt. Pasha zoti ja kërkon. Mu pa mduket as di. Tregom, e çka bu me respekt prindve, apo respekton prind ditë sotit? Pa vallaj. Respektojnë halo shëqër Halo. lëmë. Që inshallah që ta I respektojnë deri në fund. Inshallah. Më tregon, cila është mërzia më e madhe një që I ki pas në herë? Pa vallaj. Mërzi këlla pas, edhe njëve po kanë kalu. Kanë kalu. Kallëzën, cilë është gabimi më I madh që I ki bu në herë? Kone gabim në herë që? Vallaj me dijeja. Me dije jo. Ja, Shfa do në zoti, kur nuk bën gabim. inshallah. Me mujt e kështë këthy kohën prap mrapa? Pasha zoti. Ja, mrapa, ja, se u konë s'ka më atëherë muhe, po të kalzaj që ko dashni shumë. Tregom, qysh keni mbjetu atëra? Se për një me përmenën shumë edhe thojnë që për një me koqët që shumë u konë s'kamje. Qysh keni jetu? Qa keni punu në atë ku? Ajo laj tukën, se këna lo batal tash krejt, batal janë tukat, krejt. Se të kështë tukën me punu me në unë. As ka tuni, vallaj, se Ja, te. Ja. E qështu boli. Tregom, sa në tonë familjes keni punu jo në atë ku? Vallaj e këna punu 4 vllazër lëna kom. 4 këna punu. Edhe, kur I keni marrë rroga, që keni bu me to? Vallaj babë që këna dërzu krejt. E sot e vëllojnë trit babës. Ju, vallaj, kërkun eq. Kur jepshit babës e rrogën, çka thike baba? Pasha zoti baba I marke I lauke qatë nëjse harç më pleshëm që shtë që se sanësh. Mi lypa ju ka thonë? Ha? Po. Se u ka nalë kur? Ja. Qa kështë pas? Një shre që për më preqë. Respekt, të rizoti, mos u lat për të inshallah. Kalë mirë. Në gurbet I boj një 50 vjet. Kom harru kur jem do në gurbet. Më dhimëm se rinia më ka shkuar në për gurbet, vend që më shfrytzuan vend tonin. Për Kosovën çdo sen e kisha dhënë. Që ajo punë që ka botë në Gjermani, mi bo shqiptarët këtu në vend tonin, edhe këtu kishin mujt me arrit. Më të mira janë me marr 800 euro, 500 euro me marr vend tonin se me lëshu vendin tonë. Sa ku e në gurbet kalzëm? Në gurbet I boj një 50 vjet. 50 vjetë gurbet. Shumë bre, A? shumë. Shumë. Unë e kom harrue. Qka ki harru? Kom harru kur jem do në gurbet. Qa s'ka herë? Qa ashtu është. Tregom, a të dhimen këto 50 vjetë që e ki folë gurbetit? U më dhimen. Më dhimen se rinia më ka shkuar në për gurbet. Vend që më shfrytzuan vend tonin. U duft me shfrytzuar në për tjera republika të Jugosllavisë, në për Sloveni, në për Vojvodi, në për vend që më shfrytzuan vend tonin. Po situata edhe okupimi janë mikë gjithmonë I cili s'na kalon. Vend ton më nkadruan punësim, na u duft me lëshu vendin tonë në shkit me orë pej Serbia me punu në trep që qka dion, na u duft me shku në për tjera të republika me punu. Me pa mujt me këthy kuhën mas, a ishe shku? Gurbet? Jo. Sa të me në malli për këtë vend, për këtë tokë, kalzëm? Gjithë. Qëra unë kam edhe shpi kam në fshat se në një fshat I Strafc, po kam banesën edhe këtu, po për Kosovën çdo sen e kisha dhënë. Çdo
sen. Gjdo sen, edhe kom kontribu edhe në kohën e luftës edhe sa kina mujt, jo veç unë veç kejtë familja. Po. Tregom, a i pishman që e dalë? Po të regoj, unë në Gurbet jem dalë 93-ën. Unë e kum punu në Suboticë në fabrikë. Erdhë koha, u ka lufta në Bosnjë në Kroaci. Edhe janë nisin po i mobilizojnë. Edhe krejta boshjake, shqiptare, qka ishin që nuk ishin sërbë, janë nisin me i mobilizu me qunë luftë. Edhe na qunë një kazerë aty na i dhanë teshat, edhe thash a ban me shku, thash me i pa thëminune, ja 4-5 ditë tha ban. Edhe i kom marrë thëmin edhe kom hes për Gjermani. Edhe 93-ës që ashtu si jam në Gurbet, i kam 3 djemë me 2 vajza shoqën, edhe krejt punojnë, kanë kryer studimet, janë mirë shumë. Po, por atë dhe jena gjithë, me kokë kushtet, më u këthyje. Tregom, a ka parën në Gurbet që të sa thojnë? Që tasha? Që tash? Jo. Ma herët Kjo, ka posë? ma heret ka posa u ka me morë, kanë mujtë me bodi shka. Si u këthyje në euro, nuk ka. Edhe që ajo punë që ka batë në Gjermani, mi bo shqiptarët këtu në vend të onin, edhe këtu këshin mujtë me arritë. Se që tash një punëtor, pisho si murator këtu, po i merë ka ofer 1.000 euro, që i punon. E me ardha atje, nashta i merë 2.500 euro, po 700-800 euro kam i pagu banese një vetjak. Edhe heja, pija, kush e pidahonin si jesin asë qëtu. A ka rahati në Gurbet? Po i rahati ka. Ka rahati se egziston ligji atje. Në atë shtetë ku egziston ligji, ka dhe rahati. E ishala na arrina me arrit ligjin këtu në Kosovë, dhe i diku nashta. Vesh këtu është papunësi e madhe, edhe mëdhimet edhe rinia, se rinia krejt kanë dalë në për Gurbet në pisho, Kosova me të thatë. Nuk di sa për vreni edhe ju me dhja. Ka gjë valla, ka gjë. Veç, une ju kësha preferuar rinis sa ma pak, ma të mira janë me morë 700 euro, 500 euro me morë vend tonën, se me lëshu vendin tonë. Rujtë Zotit, fjallë me vend shumë. Faleminderit shumë viteje. Zotit Rujtë, ta vash një. Faleminderit. Respekt. Për të mirë. Faleminderit shumë.